këtë edicion do të ndiqni. Kujdesi këmbësorëve në trafik është obligim dhe përgjegjësi ligjore. Gastroskopia shërben për të konfirmuar apo përjashtuar diagnozën që sugjeron praninë e patologjive. Me një korrik në Gjakov mbahet festivali në Odën e Malësisë së Gjakovës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në komunikacionin rrugor, krahas ngasësve të automjeteve edhe këmbësorë duhet të jenë të kujdesshëm. Është përgjegjësi e tyre që të respektojnë rregullat dhe të evitojnë secilën situatë të rrezikshme. Kështu ka bërë të ditur Albin Saçia, komandanti i trafikut rrugor në Gjakov. Krahas ngasësve të automjeteve për sigurinë në komunikacionin rrugor duhet të kujdesen edhe këmbësorët. Kapiten Albin Saçia thot se këmbësorët duhet të jenë shumë të kujdesshëm gjatë kalimit të rrugës, duke mos e kaluar atë në momente kur ka lëvizje të automjeteve. Është shumë rëndësishme që përveç obligimeve të mjeteve ndaj këmbësorëve, edhe këmbësorët kanë obligime që të kujdesen për sigurinë e tyre. Domethënë, duhet të jenë të kujdesshëm gjatë kalimit të rrugës, pra nuk duhet ta kalojnë rrugën në momentin ku ka lëvizje të automjeteve, duhet të shiqojnë në dy anët të rrugës, edhe nëse e kanë vend kalimin e shënuar për këmbësor, po ashtu nuk duhet ta kalojnë rrugën me kufje apo të ndalen në rrugë. Domethënë janë disa obligime të këmbësorëve të cilët pra duhet të kujdesen për sigurinë e tyre. Kapiten Saçia përmendi edhe disa nga rregullat e trafikut rrugor që këmbësorët duhet t'i respektojnë. Po ashtu këmbësorët është rëndësishme edhe sipas ligjit të rregullave të trafikut rrugor, nëse në vendin ku është vendkalimi i shënuar për këmbësor në distancën 50 metra, atëherë këmbësori pra nuk duhet ta kalojë rrugën jashtë vendkalimit të këmbësorëve, pra duhet të kalojnë në vendkalimin e shënuar për këmbësor. Nëse jemi jashtë vendbanimit, atëherë distanca nëse është më e madhe se 100 metra apo më e vogël se 100 metra, atëherë normal këmbësori duhet ta kalojë rrugën nga vendkalimi i shënuar për këmbësor. E në rastet kur nuk ka trotuare, Saçia tha se këmbësorët mund të lëvizin përgjatë rrugës, por me kujdes shumë të shtuar. Janë disa rregulla tjera për këmbësor, në momentin kur nuk ka trotuar dhe këmbësori lëviz në rrugë, nëse është një person, një këmbësor, atëherë ai duhet të lëviz në anën e majtë të rrugës. Ndërsa nëse kemi kolon të këmbësorëve, atëherë kolona e këmbësorëve lëviz në anën e djathtë të rrugës dhe duhet të hequr nga personi i cili është mbi moshën 18 vjeçare. Saçia gjithashtu apeloi që të gjithë këmbësorët të respektojnë rregullat e trafikut dhe të tregojnë kujdes të shtuar në rrugë, sepse siguria në komunikacion është përgjegjësi për të gjithë. Gastroskopia është procedurë diagnostike endoskopike që shërben për të konfirmuar apo përjashtuar diagnozën që sugjeron praninë e patologjive. Gastroenterologu Ida Aljaka tha se kjo procedurë shërben për të trajtuar patologji të ndryshme. Gastroenterologjia si degë e mjekësisë interne merret me diagnostikimin e më pas edhe me trajtimin e problematikave në tubin tretës, mëlçie pankreas. Gastroskopia si ekzaminim i këtyre problemeve është procedurë diagnostike endoskopike që shërben për ta konfirmuar apo përjashtuar diagnozën që sugjeron praninë e patologjive. Gastroenterologu Ida Aljaka tregoi disa nga se kur rekomandohet të bëhet gastroskopia dhe kolonoskopia. Pacientët cilat lajmërohen për gastroskopi janë ato cilat kanë dhëmbje barku. Dhëmbje të barku, dhëmbje të pasqaruara, të cilat kërkojnë domethënë ekzaminim dhe evaluim me temë endoskopik. Sot nuk mund të mjaftohemi me një ekzaminim ultrasonografik ose me një paranaliza gjaku, mirë po domethënë duhet të shikojmë domethënë edhe në brëndi të organeve tona digestive, domethënë praninë e patologjive të ndryshme, prandaj domethënë në këto raste
është e nevojshme. Tjetër gjë, domethënë sigurisht jo vetëm gastroskopia, por edhe kolonoskopia, një prej indikacioneve kryesore është edhe humbja e peshës trupore. Çdo humbje e pavullnetshme e peshës trupore kërkon definitivisht një ekzaminim endoskopik për të përjashtuar të paktën patologjitë, në këtë rast mendoj në kanceret e lukthit apo të zorës së trashët. Çdo anemi, për shembull, humbje gjaku, kërkon një ekzaminim endoskopik. Çdo mungesë e theksuar e hekurit që përcillet domethënë me anemin, këtë rast domethënë kërkon ekzaminim endoskopik, sepse nuk duhet mjaftohemi vetëm me diagnozën e një mungese të hekurit, mirë po duhet ta shikojmë domethënë nëse pacienti është duke humbur gjakun, këtë rast edhe hekurin domethënë nga trakti gastrointestinal. Ja ka bëri të ditur se edhe cilat janë medikamentet që duhet të ndërprerë para ekzaminimit të gastroskopisë. 2 medikamente të paktën domethënë duhet pauzohen, edhe atë jo vetëm në ditën e ekzaminimit, po 2-3 ditë përpara, këto janë antikoagulus. Antikoagulus domethënë pacienti i cili do t'i nështrohet një ekzaminim endoskopik, 2-3 ditë më përpara duhet të ndërprej hullues të gjakut, për shkak se mund të shfaqet nevoja që ne të marrim biopsi dhe në këtë rast nëse pacienti është në terapinë antikoaguluese, kjo paraqet kontraindikacion. Deri diku, domethënë futet këtu edhe aspirina. Aspirina mjaftohemi ditën e ekzaminimit të ndërpritet. Pastaj janë antidiabetikët, domethënë pacientë këto banat të cilat stimulojnë pankreasin prodhimin e insulinës, domethënë është mirë që në atë ditë të ekzaminimit domethënë të shmangen, të mos merren. Bana tjerë normalisht nuk është ndonjë problem i madh. Nga aty, doktori Jaka tha se në të 2 dekadat e fundit, gastroenterologjia ka shënuar hapa shumë të rëndësishëm në fushën e shëndetësisë. Tun Lasku nga fshati Smaç ka kaluar të 90-ta dhe ende është aktiv në ngasjen e makinës. Në një përmendim për mediumin ton, ai thotë se asnjëherë nuk është aksidentuar dhe gjithmonë ka qenë i kujdesshëm. Përveç ngasjes së makinës, ky burr pavarësisht moshës në bazë ditore kryen edhe shumë obligime. Edhe pak muaj mbush 97 vjeç, Tun Lasku nga fshati Smaç ka shëndet të mirë dhe përveç që kujdeset për shtëpinë, ai drejton dhe makinën. Me makinën e tij bën 10 kilometra në zërzet e Ravecit për të kryer obligimet ditore. Zërzet në Ravecit, jam punë 5 vene në Zyme, shkoj, këtë përdojnë mi shqit pa kujt. Fapta, desi i gorës, se pa ujt, komën shpelon. Lasku, që 4 dekada drejton makinën dhe asnjëherë nuk ka bërë aksident në komunikacion. Ti bëj 48 vjetë. Tash mire ki, 48 vjetë. Para kuj, pa i ra kuj, mi grëdjet, pa i ra kuj, hish pa ba një greshk. Pas i aksident hish. Të më konë s'ma këshën thonë, mu më kanë pranë për 3 vjetë. Pa hish, pa kristis. E kur është fjallat e aksidentet, a i thot se të rinjet shpesh nuk janë të kujdesshëm në komunikacion, dërsa personat e shtyrë në mosh janë më të kujdesshëm. A i riu, ti 80, unë 80, që kështë do me e kalu, që ka bon shofë, edhe këtë tjetërin. Që me 80, me pësa kam kalu, pa po ati 90 i sinë të zmanë, atë be mon shofë, ata tjetërin, tonë të imbërë shofë ti. Ati do marë pa tjetërin, më shmedhon më kur. Ja me për, kur më shmedhon? Të i du të më kunë më të kujdesshëm. Po, kësë këtë i shash 80 me të ka dhonë, se ke mon rrëshë vishë në pasport me pare, se ke pare ta thëllë shofë, shkon bjenë lagoma, pjuhu, me do të apërpjetë. E përveç që drejton makinën në këtë mosh, Tun Lasku shpesh shkon edhe në vreshtat e tij ku përkujdeset vazhdimisht, që të ketë rendiment më të lartë të rrushit për të prodhuar rakin për nevojat e familjes. Jeta dhe krijimtaria artistike e piktorit Ibrahim Punosheci është përkujtuar sot në Xhekov. Në galerinë e hapur në shtëpinë e tij është risjellur një kujtesë kontributi i akademikut Punosheci të bërë ndër vite në pikturë. Është shtëpia ku kishte jetuar piktori e profesori i njohur nga Xhakova Ibrahim Punosheci, që ka bërë emër në troje tona, por dhe jashtyre. Nga sot kjo shtëpi do të jetë galeri ku janë të ekspozuara veprat e piktorit Ibrahim Punosheci.
Në hapjet e galerisë morën pjesë zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Kuvendit Komunal të Gjakovës, qytetar, koleg dhe familjar të ndjerit Ibrahim Punosheci. Kjo galeri do t'i dedikohet pra piktorit dhe profesorit të mirënjohur nga Gjakova Ibrahim Punosheci dhe në të janë të vendosur veprat e tij ku qytetarët të Kosovës, por edhe viseve tjera që vinë ta vizitojnë në galerinë kanë mundësi t'i shohin ato, por edhe galeria do t'jetë në shërbim të aktiviteteve kulturore, thojnë familjarët. E brenda shtëpisë, tashme që është galeri e artit, mysafirët e kolegët e profesorit Punosheci pan punimet e tij të shumta që janë ekspozuar dhe do t'jenë gjatë gjithë kohës të ekspozuar para publikut. Piktori i ndjer Ibrahim Punosheci ka 10 piktura ku kishte mbajtur ekspozita të shumta në Kosovë, Gjermani, Kroaci, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera në botë. Të martën me një korrik mbahet festivali i këngëve dhe vallave në Odën e Malësisë së Gjakovës. Edhe këtë vit pritet të marrin pjesë grupe e këngëtarë të shumtë nga treva të ndryshme shqifolse. Me një korrik mbahet festivali mbarkumtar në Odën e Malësisë së Gjakovës. Ky edicion edhe këtë vit pritet të sjellë atmosferë festive dhe ngjyra të pasura të trashëgimisë kulturore nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Festivali do të bëhet me datën një korrik këtij viti. Me fillim do të jetë një defile në orën 18 në qendër qytetit. Defilea ka destinacionin për Pallatit Kulturës, duke vazhduar drejt qendrës të poshtë deri te Komunja e Re ku po ndërtohet. E njëjta do të kthehet prapë deri te bina e improvizuar ku do të mahet festivali në parkun apo platoja e qytetit siç njihet tek ne. Me fillim do të jetë programi në orën 19. Ka grupe të ftuara shumë si vjet, do të jenë grupet nga Shqipëria, Malizi, Maqedonia, Kosova kuptohet, do të jenë mbi 7-8 grupe konkurrente. Ka një juri profesionale si çdo herë festivali që ka jurin profesionale, ku do të vlerësohen me çmime të ndryshme. Si çmime kryesore janë 3 çmime, domethënë çmimi i tretë, i dytë dhe çmimi i parë, vendet kuptohet. Ka çmime të ndryshme, dikon janë gjithsej 18 çmime që do të shpërndahen, do të vlerësohen nga juria. Festivali ka karakter garues dhe grupet pjesëmarrëse në këtë festival paraprakisht janë kontrolluar për kriteret e pjesëmarrjes, në lidhje me koreografinë dhe materiale tjera shoqëruese. Grupet janë të përgatitura sepse para ftesës na interesohen për grupin që do me ftu, ja u lypim një material, një koreografi, edhe me shumë kujdes Këshilli Organizativ i festivalit e vlerëson koreografinë e vallëtarëve, të atij ansambli dhe pastaj bëhet ftesa. Përmes këtij festivali që tashmë prej vitësh është kthyer në traditë, synon të ruajë traditën dhe kulturën e vendeve shqipfolse, traditën e etnosit shqiptar si dhe pasqyrimin e vlerave të folklorit shqiptar. Vetëm pak kilometra larg Gjakovës gjendet fshati Dev me një relief të bukur dhe shtrirje të mirë gjeografike. Materiali në vazhdim na njeh se si duket këtë ditëvere ky fshat. Fshati Dev ndodhet në jug-perëndim të Gjakovës. Është një nga fshatrat më të vjetër të kësaj treve. Për bukuritë dhe pamjet e natyrën e këtij vendi të ndjekim materialin në vazhdim. Me rrënje të thella historike dhe tradita që ruhen me krenari brez pas brezi, fshati Dev ka qenë gjithmonë një vatër e ngrohtë e kulturës dhe mikpritjes shqiptare, i rrethuar nga kodra të gjelbra dhe pamje që qetëson çdo zemër banori. Ky fshat është një perlë e natyrës. Gjatë pranverës dhe verës, Deva mbulohet me ngjyra të gjalla me fusha të mbushura me lule e pemë të gjelbruara, ndërsa ajri i pastër i japi një freski që nuk e gjen lehtë tjetër kund. Deva nuk është vetëm një vend, por është ngjesi. Krahas qetësisë që e gjen mes gjelbrimit, në këtë fshat të bukur mund të takosh edhe ndonjë bari që kujdeset në baza ditore, për baktin për të dëshmuar se këtu jetohet e gjallërohet. Edhe kjo e shtunë ka bashkuar mëngjesin e sotëm adhuruesit e vrapimit të cilët u bën pjesë të aktivitetit Park Run Gjakova. Në hapësirat e Shkursës u mblodhen shumë qytetarë për të nisur vrapimin në destinacionin e njëjtë që tash e 5 javë bëjnë organizatorët dhe komuniteti përgjithsisht.
Edhe këtë shtun, vrapuesit u zgjuan me energji pozitive, teksa po bënin përgatitjet e fundit për t'ju bashkuar aktivitetit të vrapimit në javën e 5 të Park Run Gjakova. Pavarësisht temperaturave të larta, interesimi ishte i madh për të bërë pjesë e kësaj ngjarje sportive. Çuditërisht interesimi është shumë i madh, se Gjakova ka i fakulturë të sportit, ka gja të fuqishme, kështu. Për ndryshe, sot jemi dalë pse në temperaturat të nxehta, e kena sfidu tonë veten, edhe qysh për doket, krejt kanë kalu mirë, uj kemi pas shtu me veti, për herave tjera, kush dënë me ardhë, ju sugjeroj me marrë në e kapuq, adi pak uj me veti, shtu edhe atlete, edhe mës mu vesh me trenerka, se nxehtë. Sa kilometra vrapove sot? Sot e kemi bo vetëm 5, shtu, a unë e 5 e këmë bo sot se ka një farë përgatitje shtu për një event. Nesër kemi. Entuziazmi dhe ndikimi kësaj nisme reflektohet edhe dëshira vazhdueshme e adhuruesve të vrapimit. Stilian Hoda vuri në dukje për parimin e vazhdueshëm të pjesëmarrësve. Spare faleminderit juve se edhe ju për ka të tregoni interesim. Është të shku, domethënë për te pritshmërive. Çdo javë po kemi fytyra të reja. Kena arrit edhe disa që s'kan mujtë me ngajt as 1 kilometër, tash kanë fillu 500 bibojnë edhe ditëve tjera të javës, që ajo do më thonë end produkti jonë, për ndryshe jemi shumë të kënaqur, shpresojmë gjithmonë me në bashku të rije sa ma shumë njerëz. Për Distria Hodën, pjesëmarrëse e rregullt që nga java e parë rutina Park Run Gjakova është kthyer në një zakon të shëndetshëm. Më pëlqen shumë, unë e lodha pak, po më pëlqen se kur shkoj të fundi që pushoj, më doket shumë mirë. Unë për 5 javë, çdo shtune ku më bë 5 kilometra, 2 më doket pak, se ku më vrapu, për herën e parë ku më vrapu 3, si për gara, e tash i kom qef 5. Vllavi jam Zimi është në kampionat të shajit, edhe unë çdo herë që i bëj 5 kilometra, e di që ai fiton, se e kom provu dhe ka fitu, e tash i bëj gjithë. Park Run Gjakova vazhdon të rrisë interesimin e vrapuesve dhe kjo bën edhe më të mirë socializimin në shoqëri me njëri tjetrin. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell dhe vranësira, me temperatura që kanë lëvizur nga 16 deri në 31 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizin nga 17 deri në 33 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Edhe dita e hënë do të karakterizohet nga moti me diell, me temperatura që do variojnë nga 19 deri në 35 gradë Celsius. Të martën pritet të jetë mot me diell dhe vranësira, me temperatura që do lëvizin nga 18 deri në 36 gradë Celsius. Për të mërkurën parashihet mot me diell dhe vranësira, me temperatura që do variojnë nga 18 deri në 36 gradë Celsius. Mot me diell parashihet gjatë së enjtës, shoqëruar me temperatura nga 19 deri në 37 gradë Celsius. Për të premten parashihet mot me diell dhe vranësira, me temperatura që do variojnë nga 19 deri në 37 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kujdesi këmbësorëve në trafik është obligim dhe përgjegjësi ligjore. Gastroskopia shërben për të konfirmuar apo përjashtuar diagnozën që sugjeron praninë e patologjive. Me një korrik në Gjakov mbahet festivali në Odën e Malësisë së Gjakovës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.